أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زجاهو 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 سفري قبرت زجاهو 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 أدم برجت فالو 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 نمازي أجدريت فالو 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 مزمر شبيت فالو 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 نمازي أجدريت. Shkues të ndëruar, assalamu alaikum. Ja pra, vazhdojmë ne me emisionin ton Merr Frim, edicioni special për muajin e bekuar të Ramazanit. Do të flasim për një betejë shumë të rëndësishme në historinë islame, betejë e Bedrit apo lufta e Bedrit. Me neve është sot Hoxha i nderuar Bekir Alimi. Hoxh, mirë se erdhe. Mirë se ju gjetëm dhe lutim Allahun e Madhreshëm që këtë angazhim tuaj që keni bë si kontribut për respektin dhe nderimin e këtij muaji madhështor, Allahu t'ja shpërblen juve edhe gjithë stafi që kanë bashkëpunuar me ju dhe ekranin televiziv ku emitohet ky program. Amin. Tema lufta e Bedrit apo beteja e Bedrit. Si është më mirë më shprehin këtë? Beteja është një pjesë e luftës. Lufta është më e madhe. Fakti është që domethënë në gjuhën e historisë islame përdoret edhe fjala luftë, edhe fjala betejë. Po beteja është më e saktë sepse është një pjesë e shumë betejave që ka marrë pjesë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke ballafaquar me kundërshtarët e tij, të cilët kanë dëshiruar që ta zhdukin islamin dhe muslimanët duke i vrarë dhe duke i ekzekutuar ata. Edhe andaj ka qenë, do thotë, për betejave të rëndësishme beteja e Bedrit, sepse si ndodhi, pse ndodhi faktikisht? Beteja e Bedrit e para ka ndodhur vitin e 2 të Hijrëtit. Domthonë sa janë shpërngul muslimanë për Mekës, kanë braktisë familjen e vet, kanë braktisë pasurinë e vet, kanë braktisë autoritetin dhe pushtetin që kanë pasur atje për shkak fesë, që ata i kanë përsekutuar, i kanë maltretuar, i kanë vrarë, kanë braktisë, kanë ardhur në Medinë. Në momentin që vinë në Medinë, tu gjen një lloj mikpritje prej ensarëve, banorëve të Medinës. A banorët e Medinës përbëheshin prej dy fisjeve kryesore dhe hebrejve, fisi Eus edhe fisi Khazraj dhe hebrejt që jetonin në Medinë. Hebrejt kishin ardhur në Medinë tu menduar se pejgamberi i fundit kur do del në gardishën arabik në një vend ku ka hurma dhe ata kishin lotësuar Medinën dhe thoshin sipas tyre do vim na me jetun në Medinë, edhe nëse lind pejgamberi i fundit ka me lind prej neve. Mirpo ai nuk lindi prej tyre, lindi prej, do thot, arabëve. Edhe në Mekë lindi, nuk lindi në Medinë faktikisht. Sidoqoftë të ishin fiset, po Eusi dhe Khazreji e mirëpritën, i kanë ikë muhaxhirët nga Mekë dhe i dhanë hapësirë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të përhap Islamin. Dhe për një kohë shumë të shkurtë, do thotë Islami u bë fe dominante në Medinë. E kjo i tërboi edhe më tepër i dhujtarët e Mekës dhe ata me padurim e pritin një moment ballafaqimit. Por betejë e Bedrit nuk ndodhi me planifikim paraprak. Kjo shumë është interesant këtë ndodhi. Kjo është përcaktimi i Allahut. Allahu i Madhëshëm e dëshiroi këtë ballafaqim për triumfu e vërteta dhe për ndarë shesh dobësia e të kotës. Realisht muslimanët nga padrejtia dhe zullumi që ishin bë dhe pasurinë që pak ishin grabit i dhujtarët e Mekës, kureshitët, morën vesh se një karavan që udhëhiqej nga Ebu Sufjani kthehet me pasuri nga Shami, nga Siria e Sodit, për në Mekë. Dhe këta dolën që ta takojnë rrugës dhe të marrin pasurinë si një dëmsh problem për pasurinë që pa kishin vjedh dhe pa kishin plaçkit në Mekë. Mirë po, Ebu Sufjani e mori vesh dhe e ndroi udhëtimin. Kur e mori vesh se ka me pas sulme ndaj tyre, lajmëroi Mekën se pritet me na sulmu, andaj kërkoi përforcime. Dhe në momentin që ata erdhën në vendin që quhet Bedër, aty u takuan domethënë ushtria islame dhe ushtria muslimane dhe kjo betejë ndodhi në vitin e 2 të Hijrëtit, vitin 426-624 sipas linjës së Isaut alayhis salam, dhe ndodhi ballafaqimi i një grupi të besimtarëve që ata s'kishin shkuar me luftu, me një grup të jo besimtarëve që ishin kon pjesë e mbrojtjes së karavanit dhe ushtria që erdhi në ndihmë. Andaj u bën, do thotë, në mënyrë të pabarabartë, 300 ushtarë nga muslimanët me 1000 e kusur ushtarë nga i dhujtarët me Mekas dhe ndodhi ballafaqimi dhe përplasja mes tyre. Ishte normalisht gjatë organizimit ishte ideja të zonë vend tek bunari i Bedrit,
apo dikon më larg, u mor vendimi që t'jenë afër bunarit që ta kenë ujin këta muslimanët, mos jalon ujin domethënë idhujtarëve. Dhe normalisht filloi ballafaqimi besimtarëve, ka qenë zakon në luftat e mëhershme. Po, dy luftime. Del dy luftimi fillimisht, po. Do të dalin herojt e kësaj ushtrie me herojt e asaj ushtrie, edhe do të ballafaqimi i parë, aty muslimanët fitojnë, ndodh përleshja dhe muslimanët domethënë tregojnë një heroizëm të jashtëzakonshëm, megjithëse ishte 1 me 3, ata kishin me deve edhe me vete edhe deve edhe kuaj, domethënë kishin që me thon gjuhën e sotit ushtri, domethënë njësi të motorizuara, e muslimanët kishin domethënë veç këmbësori, edhe në kale apo në deve shumë pak, dhe u ballafaquan në këtë luftë pa barabartë, dhe normalisht ishte situata e vështirë për me fitu muslimanët. Për shumë arsye, para se muslimanët kishin ardhur me luftu. Kishin ardhur domethënë me një qëllim tjetër. E dyta, numri ishte i pa barabartë. E treta, domethënë pozicioni ishte i tillë që ishte në Ramazan dhe ishte nxehtë. Dhe muslimanët ishin agjërueshëm, se atë vit ishte bë edhe obligim agjërimi, edhe për këtë arsye do ishte situata shumë e vështirë dhe nuk shifeshte se kanë mundësi muslimanët me fitu. E për anën tjetër, humbja e muslimanëve ishte humbja e një betejë të parë që ndodh mes Islamit dhe muslimanëve, ishte një lloj augurizie për muslimanët nëse humbin këtë betejë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili udhëhiqte vetë këtë betejë, nuk ishte sikurse komandantët e mëvonshëm në historinë e njerëzimit që ai thrin në hije edhe nga propavia të komandon me ushtrin, po ai ishte në vit e parë të frontit bashkë me besimtarët musliman dhe filloi të lutë Allahun e Madhërisëm, o Zot, na ndihmo, o Zot, na jep fitore. Edhe ishte një fjali që e tha, o Zot, nëse shkatërrohet ky grup i besimtarëve sot, nuk do ngelet njeri në tokë që ka me të adhuru ty. Edhe atë shumë luteshte, sa që e kapi Ebu Bekri radhiyallahu anhu nga mbrapa, dhe i tha, mjaft o i dërguari i Allahut, mjaft u lute, mjaft u përgjerove, mjaft ju do të kërkojnë nga Allahu, gjëra se Allahu sigurisht ka me na ndihmu. Dhe normalisht pastaj fitoria u erdhi muslimanëve, sepse Allah i Madhëshëm i ndihmoi muslimanët me dërgim të melaçeve. Edhe normalisht besimi i besimtarëve, sakrifica e tyre, gatishmëria për të dhënë edhe shpirtin për triumfuar e vërtetë e Islamit, ishte shkaktare që fituan muslimanët. Në këtë betejë muslimanët shkaktuan 70, domethënë i vranë 70 mushrik idhujtar, edhe për tyre ishin kokat e tyre, sikurse Abu Jehli. Kush ishte Abu Jehli? Abu Jehli ka qenë koka e Paris Mekase. Armiku numër 1 i profetit Muhammed. Armiku kryesor i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe i Islamit përgjithësi. Dhe ai momentin kur zbehe kjo armiqësi e idhujtarëve të Mekës ndaj Muhamedit alayhi wasallam, ai e nxehke atë. Ai e nxitske edhe më shumë. Ka qenë domosdoshmë armik i cili me çdo kush ka dashur ta shkatërrojë Islamin dhe ta vrasë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në Bedr vritet ai, si figurë kryesore domosdoshmë udhëheqëse, edhe atë vritet prej dy, do thotë ushtarëve muslimanë që kanë qenë shumë të ri, por po kanë qenë domosdoshmë thjesht kanë dashur shumë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Muadhi dhe Mi'udhi, dhe ata janë munduar domosdoshmë që të marrin hakun nga torturat që ai ja bënte Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se ishte në Mekë. Ata nuk e njefshin bilim kush është Abu Jehli, i pyetnin sahabët më të vjetër kush është Abu Jehli, kush është Abu Jehli, derisa domosdoshmë u vërsuan si skiftera dhe e mbytën atë në betejën e Bedrit. 70 idhujtar u vranë, 70 tjerë u zunën rob, lufte, 14 besimtarë u vranë në këtë betejë. Dhe normalisht përfundoi betejën me fitore të Islamit dhe muslimanëve dhe ishte momenti i gëzimit të jashtëzakonshëm që edhe Kurani do thotë e ka përmendur në shumë ajete kuranore, në surën Al Imran, në surën Bakara, në betejat në Enfal kështu më radh, dhe e përmend Allahu i Madhëshëm se atë ishit pak, e përmend se ishte e paplanifikuar, mirë po Allahu ju ndihmoi ju dhe ju dha fitoren dhe triumfuan muslimanë në këtë betejë. Po gjë, desha të mendoj pak të fillim të shkaku pse persekutimet, maltretime, diskriminimi i muslimanëve në Mekë. Çfarë persekutimesh kanë pasur? Që do 13 vite në Mekë, ka një vjet dy, janë 13 vjet që nga dita e parë kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam filloi të thret popullin Mekeli, Mekas, që të adhurojnë Allahun një. Ai u refuzua si thirrje. Pse? Sepse ata ishin mësuar që të adhurojnë idhujt. Rrërisht në Mekë, në Qabën e asaj kohe,
ishin 365 idhuj. Për çdo ditë adhuroheshte një idhull, i gdhendur nga guri apo druri. Dhe atë kishin Zot përveç Allahut Madhëshëm. Realisht atë e përdonin si një lloj ndërmjetësimi mes tyre dhe Zotit. Ato pas mushrikët kanë besu Zotin. Po ata kanë besu ekzistimin e Allahut, mirë po nuk e kanë adhuruar atë. Edhe kjo është ajo që sot e kësaj dite na e themi vazhdimisht se janë dy nivele të besimit. Besimi se Zoti ekziston dhe besimi se vetëm ai adhurim meriton. Sot shumë njerëz ka që besojnë se ekziston Zoti. Ama ata nuk besojnë se është i vetmi që meriton adhurim. Pra armiqtë e profetit Muhammed nuk kanë qenë ateista. Po, kanë qenë politeista. Andaj domethënë kjo është ajo çështja se ateizmi ka qenë në disa prej profetëve më hershëm, mirë po këtë rast kemi të bëjmë me politeista, adhurues të shumë zotrave. Se shumica e showbizit i shohën nëpër intervista thonë unë besoj shumë në Zot. Mirë është me besu në Zot, pa adhuron Zotin. Po. E tani kjo është ai problemi që nuk kanë ndesh me kuptu arabët në atë kohë, edhe nuk dojnë me kuptu shumë njerëzit sot. Andaj të jesh agnostik, të jesh teist, deist, nuk mjafton. Po duhet të jesh adhurues e atij Zotit. Që i bie agjerim namaz. Po. E para ka të bënë madhurimet e zemrës. Po. E para ka me madhurimin e tij dhe gjithë asaj që vjen prej tij. E dyta ka me dashuri absolute ndaj tij, që atë ta duash më shumë se çdo gjë. E treta ka nga frikë respekti ndaj tij, që frika dhe respekti yt jetë ndaj tij absolute, pastaj ndaj tjerëve. Janë këto komponente që fillojnë në zemrën tënde. Nëse ty të mungon adhurimi, nëse ty të mungon dashuria e plotë ndaj Zotit, madhërimi i plotë ndaj tij, frikë respekti i plotë ndaj tij, shpresa tek ai, atëherë ti nuk, domthonë besimi jot është sipërfaqësor. Edhe është i padobishëm dhe i pamjaftueshëm për me të shpëtuar ti karshi Allahut Madhërisëm. Dhe për këtë shkak mushrikët e Mekës kishin besimin në Zot se ekziston, po adhurimet ja dedikoshin këtyre, domethënë idhujve, dhe ata mendonin atko se nëpërmes këtyre idhujve, zotrave të vegjël, mund t'i afrohen Zotit të Madh. Ata besonin se Zoti i vetmi është ai që është në qiell, po këto në tokë i kanë për përditshmëritë e tyre. Është besim i gabuar edhe që edhe sot është i ngjashëm, njerëzit për shembull besojnë Zotin, ama secili ka një Zot të vogël të vetën që adhuron, domethënë. Dikush famën, dikush parën, dikush pushtetin, dikush do thotë epshet e tij e kështu me radhë. Edhe andaj ai është më tepër është politik se sa është besimtari i vërtet. Pra që e besoj Zotin nuk mjafton. E besoj Zotin që ekziston, po pastaj të vetmi Zot që ekziston unë adhuroj. Atëherë je besimtari i mirëfillt, e normalisht mundesh ti me pas mangësi, shembull mos me mujt mi përmbush të gjitha obligimet fetare, edhe je gjunaqar, mirë po ngelesh besimtar. Besimtar me plot kuptimin e fjalës, jo besimtar kuptimin e njerëzve që thotë unë e besoj Zotin, se Zoti kërkon përkushtim, Zoti kërkon adhurim, Zoti kërkon nënshtrim, Zoti kërkon dashuri, Zoti kërkon frikë respekt ndaj tij. Nëse si këto komponente, atëherë besimi jot është i cekat. Edhe tani, momenti që ballafaqohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me thënien e monoteiste, me këtë popull i cili e kishte politizmin në palc e para, dhe dyta e përdorte politizmin për dominancë, edhe politike, edhe ekonomike në rajon, ishte thirrje që duhet të kundërshtohet me çdo kusht. Edhe andaj të gjithë ata që pranojnë Islamin maltretoheshin, rriheshin, burgoseshin, vriteshin, edhe jo rastisht kur filloi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thirrjen islame, u detyru që në 3 vitet e para ta bën ilegale, sepse është problem nëse do thotë vazhdon me thirr në Islam, realisht faktikisht nuk njerëzit do ta kundërshtojnë thirrjen e tij edhe nuk do e pranojnë atë, edhe ky në anën tjetër domthonë nëse vazhdon me thirrjen e tij, ata kanë me pranu kam ju prish kontrolli edhe dominanca që ka paria mekase në Mekë. Dhe për këtë shkak ata vendosën 3 vitet e para me bë në ilegalitet, që me shtu numrin e besimtarëve dhe pastaj me vazhdu me publikimin e fesë islame. Mas i kalon në publicitet, domethënë faktikisht në publikimin e thirrjes islame, përsëri pat tortura, maltretime, pat bojkot ekonomik. Do thotë torturat, persekutimet, vrasjet ishin të natyrave të ndryshme. Edhe politike, edhe ekonomike, edhe fizike, u vra Ammari ibn Yasirit, u vra Sumeja e Yasirit, u vran besimtarët e parë, u rreste Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu në atë kohë,
hudheshin beturina mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, donin ta vrisin atë, po zguxonin se mund të bëjë skandal shumë i madh. Edhe andaj ata e vendosën me praktikë Mekën e me shkuën në Medinë. Faktikisht ishte një grumbull i madh i torturave, maltretimeve, persekutimeve, dëmtimeve, vrasjeve që i bënin ndaj besimtarëve, vetëm se ata besonin Allahun një, dhe në ato momente ata nuk u impononin besimin e tyre se s'kishin as fuqi, po vetëm se va ofronin besimin monoteist, atyre u pengonte. Edhe Bilali, për shembull, radiallahu anhu, i cili ishte sklav në atë kohë, se ishte afrikan, ishte zezak, i sjellur nga Afrika, për të shërbyer familje të ndryshme në Mekë, në momentin që ai pranoi besimin islam, ata e morën edhe maltretuan. Edhe e dini, edhe e keni po, atë do thot e zhvishnin lakuriq, edhe nxjerrnin një shkretir në pikën më të madhe të nxehtit dhe i vendonin gur mbi barkun e tij. Dhe i thonin, ose kemi lënë islamin, ose na kena me të mbyt me këtë gur që ta vendosim mbi kokën tonë, mbi trupin tanë, në këtë temperaturë kaq të lartë. Ai vazhdonte me rezistu, edhe nuk e pranonte ofertën e tyre që ai të shmanget nga besimi monoteist, e të beson besimin politeist, megjithëse i rrezikoi jeta, ai vazhdonte me thonë ehadun, ehad. Allahu është një, Allahu është një. Tjetër nuk ka. Edhe sakrifica e Bilalit ka mbet në historinë islame si shembull, edhe Ammarit, edhe Sumejes, si shembujt e sakrificave të parë që kanë dhënë muslimanët për ta mbrojtur besimin e tyre. Shifne, muslimanët nuk i provokonin, muslimanët nuk i ndërhynin atyre. Muslimanët vetëm gjë që bënin ishte e thirrnin çdo njeri që jetonte në Mekë dhe rrethin të beson Allahun një. Ata e kundërshtonin me çdo kusht. Edhe këto tortura që ja bënin i tharëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i detyruan ata që fillimisht të emigrojnë për në Etiopi, emigrimi i parë, pastaj emigrimi i dytë, derisa vjen vendimi për të emigruar për në Medinë, dhe normalisht tani irritimi i Paris me kase rritet botë më i madh, se kur vinë në Medinë, ata fillojnë të gjejnë truall të përshtatshëm, fillojnë të zgjerohet Islami, jo vetëm në Medinë, po edhe në rrethin. Edhe ata fillojnë me parapasje, nëse na heshtim ose rrim duar kryq, Islami do përhapet shpejt, do bëhet i fuqishëm, do kemi na pasaj të pamundshme me e ndal hovin e Islamit, me u ballafaqu me te ose me e kundërshtuar atë. Dhe për këtë arsye ndodhi domthonë edhe betejë e Bedrit, pra ishte një torturë sistematike, një maltretim sistematik, një persekutim sistematik që e bëshe paria me kase kundër çdo muslimani edhe kundër Islamit përgjithësi, që u desht me ardhur te ballafaqimi i parë mes muslimanëve dhe idhujtarëve në betejën e Bedrit. Po, kur bëhet fjalë për luftën e Bedrit, shumë shqiptar, po edhe shumë musliman këtë anë më botës, e din filmin The Message. Film shumë i njohur, i vjetër, 30-40 vite, që e ka bo regjisori Muhammed Aka, nga Siria, me prardhje siriane. Sa ka të vërteta në atë film? Apo a ka dhe... Filmi artistik që është incizu për biografinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, titull The Message, dhe më thonë mesazhi ose porosia, ose jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është verifikuar në atë kohë dhe në fillimin e filmit tregohet nga, do thot, institucioni më i lartë kompetent islam botë, më thonë Azhari. Azhari, po. Dhe sipas asaj që edhe na kemi lexuar në librat e biografisë, shumica dërmuese ndodhive janë të sakta. Ka diçka që është diskutabile te dietarët, a ka ndodhur as ka ndodhur për një me, mirë po sipas transmetimeve të studiuesve të biografisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çdo gjë që është aty është domethënë e verifikuar dhe është e saktë. Faktikisht nuk ka ndonjë vërejtje për detajet që kanë ndodhur dhe domethënë mënyrat e realizimit të atyre detajeve. Shumica dërmuese domethënë e tëra është e konfirmuar në librat e historisë islame dhe është e verifikuar sipas institucioneve islame. Nuk ka asnjë sens domethënë që mund të thuhet si vërtet. Tash janë disa tema diskutabile, po nga këndvështrimi i ulemave të hadithit. Vërtet. Ajo nga këndvështrimi i dietarëve të historisë islame. Sepse ka dallim në qasje, për shembull dietarët e hadithit janë principial në analizën e çdo transmetuesit të ndodhisë. Dietarët e historisë islame nuk i japin rëndësi transmetuesve, sa japin rëndësi transmetimeve, të cilat e vërtetojnë njëra tjetrën dhe mjafton ato për me konë fakt se ajo ndodhi ka ndodhur. Po. Hoxh, kur flasim për betejat, për luftrat që i ka përjetu umeti musliman, shpesh kemi akuza ja këto vetëm për luftra flasin.
Gjë që s'është e vërtetë se pa qenë lufta, ne sot do të ishim nën. E para ata janë, domethënë janë jo të sinqert në këtë akuzë që e bëjnë. E dyta nuk janë, do thotë dëshmojnë se kanë ignorancë, jo vetëm për të kaluar, por edhe sotin. Po edhe sot ndodhin lufta të mëdha, pe perandorive të mëdha, pe pushtetive të mëdha. Sot për shembull, megjithëse ata që flasin për historinë islame me këtë gjuhë të përbuzjes dhe nënçmimit se ja ju musliman veç për lufta fletni, megjithëse na flasin për histori. Po. Edhe historisë mund ta zhbësh, ajo ka ndodhur. Mirë po, edhe në kalumen, edhe sot fuqitë e mëdha që kanë agenda të përhapjes së doktrinave, ideologjive, qytetërimit dhe civilizimit vet, edhe ata sot me luftë bëjnë një gjë të tillë. Ani pse sot për shembull tentohet me tregu se për shembull kultura e demokracisë edhe lirisë e barazisë përhapet domethënë me bindje. Shumicën e vendeve është përhap domethënë jashta korpusit perëndimor, përhapet me ushtri, me luftë. Edhe sot do thotë luftat më të mëdha mes civilizimeve dhe qytetërimeve vonë përmes luftave. Normalisht lufta i ka nivelet e veta, është e niveli politik, është niveli ekonomik, po në fund është edhe i ushtarak. Edhe jo rastësisht të gjitha shtetet e mëdha në botë, forcën e vetë e tregojnë nëpërmes numrit të ushtarëve që i kanë të aktivizuar në ushtritë e veta dhe armatimit që kanë. Këtë është nëse s'është atë pse bota i ushtri e madhe, pse bota e armatim, nëse është mohabeti i përgatitjes për luftë. Kjo është për sot, në të kalumen edhe nuk, jo vetëm kjo për shembull, nuk janë sinqert për atë doja thoj, të gjithë filmet për shembull që përshkruajnë perandorinë romake, janë perandorët kanë qenë të parë që kanë marrë pjesë në betejë të ndryshme, me legjionet e tyre ushtarake. Edhe qoftë perandoritë e lindjes, qoftë perandoritë e perëndimit, të gjitha ato kanë qenë të përcaktuara në fitoret e veta nga ushtria dhe betejat e shumta që kanë pasur. Edhe mbretëria, do thotë e Anglisë, edhe mbretëria e Francës, edhe do thotë perandoria gjermane, edhe austro-hungareze, këtë ato forcën e vetë e kanë treguar nëpërmes ushtrive të mëdha dhe të forta që kanë pas dhe luftës që kanë bërë me kundërshtarët e vet për domino. E mos flasim domosdoshmë për kohën para 15 shekujve, ku edhe në Kinën e lashtë, edhe në Indinë e lashtë, edhe në Persinë e madhe, do thotë luftat kanë qenë ato që kanë dhënë lavdin dhe fitoren. Bile lavdi i perandorëve dhe lavdi i komandantëve ushtarak ka qenë nga sukseset e shumta që kanë pas në luftë me kundërshtarët e vet. Bile me sasinë e ushtarëve të vrarë nga kundërshtarët e vet. Ajo që ka bërë dallimin në këtë logjikë të luftave që ka qenë në kohën para Islamit dhe në kohën kur ka ardhur Islami është se numri i viktimave ka qenë shumë më i vogël me ardhmën e Islamit sesa në lufta të tjera. Se Islami se ka qëllim ta vret kundërshtarin. Po ai do të thotë vret në momentin që s'ka zgjidhje tjetër. Po para vrasjes së kundërshtarit, ai e ka thirrjen në besim. Edhe andaj për shembull na kemi raste në betejat islame kur një njeri prej kundërshtarëve, prej armiqve, prej atyre që kanë vrarë dhe prej musliman, e thotë shahadetin në momentin që ky ushtari musliman e ka kap edhe ka robru. Edhe ai thotë shahadetin, edhe ky e vret. E vret me arsyetimin se këtë shahadet është e thonë për dyftyrsi, jo për realisht. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e qorton aq shumë, saqë ky sahabi shahadet thotë sikur mos e kishte pranuar Islamin para kësaj dite. E sot ta kishte pranuar Islamin, se qortimi ka shumë i rëndë. Thotë pse nëse një njeri e pranon Islamin në momentin që është në betejë, dhe ti e kap për ta mbytur atë, dhe e thotë shahadetin, ti e ke ndaluar me ta mbytysh atë. A në luftat e perandorive tjera s'ka lidhje kjo punë. Atë pranon ti si pranon jo. Në momentin që ti ke armatos, në momentin që je rreshtu në ushtrinë e kundërshtarit, ne do bëjmë çmos për të shfarosur dhe gjithëve. S'na intereson ti ja pranon bot kuptimin te mos pranon. Se ti je kundërshtar edhe ti nuk meriton asgjë tjetër përveç vrasjes. Edhe andaj dallimi është shumë i madh dhe ata që flasin me këtë gjuhë, realisht tregojnë ignorancën e thellë që kanë mbi zhvillimin e civilizimeve, mbi historinë e njerëzimit në përgjithësi, edhe mbi përdorimin e ushtrive për përhap idetë dhe mendimet e një perandorie edhe sot e kësaj dite. O që Allah të shpërbleft, kjo pak a shumë ish besoj rreth kësaj beteje, e Allah të shpërbleft për mundin që e banë në këtë mund të bekuar të Ramazanit. Allah shpërbleft edhe juve, normalisht muhabeti për betrin, unë duke lexuar për betrin gjeta se ka me dhjetra përfitime dhe mësime që dalin,
Edhe kjo është porosia jeme e fundit që njerëzit betejën e Bedrit nuk duhet ta lexojnë vetëm si ndodhi historike, po të ndalen, të meditojnë dhe të nxjerrin porositë dhe mesazhet e duhura, gatishmëria për sakrificë, uniteti, nënshrimi i komandës, dashuria domethënë e ushtarëve mes veti, mbrojtja njëri tjetrit, guximi për ballafaqim. Këto komponente, bashkëpunimi, largimi i përçarjes, që janë pengesa, domethënë lutja që është element i rëndësishëm për të sjellë fitoren, veprat e mira, besimi, këtë janë një tërësi e mesazheve që na duhet i marrim nga betejë e Bedrit, edhe të mundohemi që betejë e Bedrit, ashtu siç ishte fitore për muslimanë në atë kohë, të jetë fitore për mua sot si individ, edhe për neve si komunitet, duke e ndryshuar veten, duke transformuar veten, duke u bërë më të devotshëm, më të mirë, më human, më solidar, më zemërbardh, me dhënë kontribut më shumë në ndryshimin e gjendjes tonë. Në këtë formë atëherë faktikisht betejë e Bedrit e ka atë përshtypje, e lën përshtypjen e vet tek na, ose reflekton te na. Përndryshe nëse lexojmë si ndodhi historike, edhe kalojmë një manifestim ritual ceremonial, kurrë s'kemi fituar për kësaj. Andaj porosia ime është që të lexojmë ndodhitë e Bedrit, të ndalemi të nxjerrim mesazhe dhe porosi. Ashtu kam reflektuar betejë e Bedrit formën më të mirë të mundshme te na inshallah taala. Porosia më e madhe në këtë betejë, sipas mendimit tim, ta hap edhe unë një analizë, është se edhe nëse je i pakt, i pafuqishëm, do të triumfosh apo? Kjo është gjithashtu për porosive të mëdha, se ballafaqimi mes vërtetës dhe të kotës është ligj i cili ka me vazhdu gjatë gjithë jetës në botë. E tani, ti nëse je i vogël edhe pak, ama nëse je i bindur se vërteta është me ty, ti nuk duhesh më dorëzu. Ani si je pak. Sepse e përmendëm në fillim se kjo betejë ka qenë pa planifikim të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve. Por Allah e ka planifikuar. Për shumë arsye. Njëra prej tyre është që përplasja mes vërtetës dhe të kotës do të kuptohet se është ligj që nuk ndryshon. E dyta, që e vërteta ka me triumfu, e treta edhe nëse je pak dhe jep maksimumin, e gjen ndihmën e Allahut, se Allahu besimtarët i ndihmojnë këtë rast me melaçe. Po i ndihmoj edhe me një moment që është momenti i kotjes, i zu gjumin, një gjum i lehtë, që mi qesu shpirtnisht ata. Sepse zakonisht, për shembull, mediat e fusin frikën te njerëzit. Ata janë shumë, ata janë të fortë, ti je pak, ti je i dopt. Edhe ti, ashtu ti i ki ato vezveset e tuja, kur e ndëgjon edhe këtë muhabet mediave, ti thu uf për e vërtet. Dhe andaj edhe në të kalumen, edhe sot dëshmohet vazhdimisht se një grup besimtarësh i bindur në parimet e veta, i gatshëm për sakrifiku çdo gjë, madje edhe në ti vazhdimisht ka triumfu dhe ka me triumfu dhe gjithë tjerëve që janë zullumqar edhe domethënë janë agresor ndaj kësaj pakicë besimtare. Allah shpëlbeftosh, dëgjohemi prapë inshallah shifemi. Ju se nderuar, ky pra ishte emisioni i radhës, betejë e Bedrit me hoxhën e nderuar Bekir Alimi. Vazhdojmë nesër prapë. Selam aleikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Zgjohu, 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 si firi kopret. Zgjohu, 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 a do mbereqet. Falu, 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 namazi është drit. Falu, 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 me zemër e shpirt. Falu, 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 namazi është drit.